Shkolla e mesme ekonomike në Gostivar ka organizuar ditë të hapur ku para semi-maturantëve ka prezantuar profilet mësimore mjaft atraktive pranë kësaj shkolle, të cilat tërheqin vëmendje të madhe viteve të fundit. Me këtë rast, nxënësit së bashku me mësimdhënësit e tyre kanë demonstruar aftësitë të cilat i kanë mësuar gjatë këtij viti shkollor. Shpëtime Lezi, zëvendës drejtori i shkollës së mesme ekonomike, thekson se nxënësit që zgjedhin këtë shkollë të mesme me kushtet që i posedojnë gjatë shkollimit 4 vjeçar e kanë shumë të lehtë në të ardhmen të punësojnë për kompani ose të hapin bizneset e tyre private. Semi-maturantët që zgjedhin këtë shkollë në dispozicion kanë profilet për teknik ekonomik, teknik për e-tregti dhe marketing digital, teknik për gastronomi dhe teknik për juridik. Tani është tradicionale dita e hapur në shkollën e mesme ekonomike, ku semi-maturantët, gjëgjësisht nxënësit e klasave të nënta, në ditët e hapura kanë rastin që më së afërmi të njihen me kushtet që ofron shkolla e mesme ekonomike e në veçanti me drejtimet që i ka shkolla e mesme ekonomike, duke filluar nga drejtimi teknik ekonomik, drejtimi digital marketing, drejtimi juridik dhe drejtimi hoteleri dhe turizëm, ku digital marketing dhe kjo hoteleri dhe turizëm nga viti i kaluar i kemi risin këtë shkollë, të plotësojnë kushtet shkolla ekonomike për këto drejtime. Shohim që sot që në ditët e hapura është interesimi i madh nga ana e semi-maturantëve për të njohur përsa hapërmi me kushtet dhe drejtime që i ofron shkolla e mesme ekonomike. Në shkollën e mesme ekonomike post infrastrukturës moderne, pjesë më e madhe e profesorëve janë doktor shkence, të cilët ligjërojnë për universitete të ndryshme. Me këtë, sipas Elezit, garantohet aftësimi profesional i nxënësve në çdo profil mësimor që ata zgjedhin. Po ashtu, shkolla ka marrëveshje me shumë kompani për zhvillim të mësimit praktik, pasi nxënësit e kësaj shkolle paralelisht mësojnë praktikën në kompani të njohura të qytetit, ku pas mbarimit të shkollimit janë të aftësuar për të konkuruar në tregun e punës. Nga viti kaluar dhe këtë vit, kemi këto drejtime kemi duale, do thotë nxënësit përveç që ndjekin mësimin, në veçanti drejtimin juridik, hoteleri, turizëm, digital marketing, teknik ekonomik, kemi bashkëpunim edhe me kompani me firma të ndryshme, ku nxënësit përveç mësimit në teori që ndjekin në shkollë, shkojnë praktik në për kompani për firma të ndryshme të cilat kemi në komunën e Gostivarit. Pasi mësimi është dual, çdo nxënës që regjistruohet pranë kësaj shkolle fiton bursë mujore prej 3.500 denar. Kemi këto drejtime duale, nxënësit marrin bursa ka 3.500 denar, të cilët normalisht ka disa kushte duke patur parasysh edhe suksesin e nxënësve. Viti i parë dhe viti i dytë janë duale, tani më këtë vit në vitin shkollor 2025-26, duale do të qenë viti i parë, viti i dytë dhe viti i tretë, ku nxënësit do të marrin bursa nga 3.500 denar në të gjitha këto drejtime. Ndryshe, periudhën e vijim, gjysmë semi-maturant do të përcaktohen për një nga shkollat e mesme për të vjuar shkollimin e mesëm. Një nga ato shkollat e mesme është edhe shkolla ekonomike në Gostivar, e cila duke ndjekur nevojat e tregut të punës, viteve të fundit sjell drejtime mjaft atraktive, të cilat nuk i posedon asnjë shkollë tjetër.